Jam Almir Torra, jam 19 vjeç, vi nga qyteti Prenjasit. Gjëja e parë që më ka sjellë këtu është babai im i cili donte shumë që unë merre pjesë në The Voice of Albania. Babai është jashtë shtetit, ai nuk mundet të vinte për kompeticion, kështu që unë do bëj pamundur që ta plotësoj ëndrrën e atij. Mirë se vjen në The Voice. Ti je? Almiri. Almir Gzoan, vjen nga Prenjasi. Nga Prenjasi. Shumë interesante. Një djalë nga Prenjasi nuk ka ardhur kurrë në The Voice. I ka ardhur këtu me motrë, apo ja? Edhe me shokun e ngushtë. Po t'ishte babi këtu, çfarë mendon se do thoshte? Ai donte që ëndra e tij, do thoshte që ëndra e tij në fund u realizua dhe ka rëndësi që djali mori pjesë në një eveniment si The Voice. Nëse fiton mirë, nëse fiton përsëri kënaqësi. Atë ka telefonuar tani? Po, më ka telefonuar. Çfarë ka thënë? Edhe kurajo, mos ki emocione. Mendimet e mia të fundit është që të bëj njërin prej anëtarëve të jurisë që të kthehet edhe të eci me njërin prej tyre. Nuk është se kam shumë emocione, për shkak se vetes po i vë një qëllim që unë duhet të eci sa më shumë përpara. Scorpions, Always Summer. When mama told me when I was young to sit beside me, my only son, and listen closely to what I say, and if you do this, it'll help you some sunny days. Or take your time, don't live too fast. Troubles will come and they will pass. You find a woman and you find love, and don't forget that there is a someone up above. And be a simple kind of man, and be something you love and understand. So baby, be a simple kind of man. Won't you do this for me, son, if you can? Pse s'u ktheve më? Ja. Ole, full. Ti quhesh? Almir, Almir. Nga vjen? nga Prenjasi. Almir, arsyeja pse unë nuk u ktheva ishte që nuk ishe ngrohtësi fare, do të thënë okej, shtrirjen e kishe, nuk mund të them që bëje shumë gabime, por mua më intereson që të më prekësh edhe kur nuk të shoh. Do të thënë dua atë që dëgjoj, dua të emocionohem, dua të prekem, e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë, edhe e vërteta është që okej, ishe i sakt, kishe momente që s'kishe saktësi, por në përgjithësi ishe i sakt, por edhe shtrirjen e kishte, edhe lart ishte i plot, domethënë nuk ishe probleme të tilla, por mua më intereson më shumë që edhe të gabosh, por edhe të më prekësh, sesa ti je shumë i saktë dhe ti je i ftohtë. Për mua kjo ishte arsyeja pse nuk u ktheva. Megjithatë kjo s'do të thotë që ti të ndalosh këtu sepse unë shoh brum tek ty. Dhe duhet vazhdosh. Ti çfarë moshe ke, Almir? 19 vjeç. 19. 19 vjeç. Dhe ti ke dëgjuar këngë tjera nga Lynyrd Skynyrd? Po, kam dëgjuar. Ke dëgjuar, a? Domethënë, kjo është këngë specifike, nuk është shumë e vështirë me e kënduar. Por normalisht duhet t'i japësh atë karakterin që i takon këngës. Pavarësisht se ti solle një version unplugged vetëm me një kitarë, duhet të jetë mrena edhe emocioni i këngës, duhet të jetë mrena edhe dashuria, duhet të jenë brenda shumë gjëra që kënga i thot vetë në tekst. Mamaja po i thot djalit që ti
duhet të gjesh dashurinë, duhet të gjesh forma të jetës në mënyrë që ti të jetosh si një njeri i thjesht. Kjo është Simple Man quhet kënga. Dhe në atë moment që ti na transmeton këtë, jam i bindur që të 4 butonat tonë kishin për të shtypur. Por dua të përforcoj mendimin e Aurelës që ne ndjejmë një lloj ftohtësie. Ishte sakt, por ne duhet kuptojmë një gjë. Muzika përgjithsisht është e shkëputur nga matematikat. Faleminderit. Ne na pëlqeve shumë edhe nuk e ke idenë se sa afër ka qenë Eltoni për ta shtypur butonin. Ka qenë kaq afër të betoni se gjatë gjithë kohës. Kjo tregon që ti je këngëtar i mirë dhe ky është edhe një mesazh për babin tënd që ti të këndosh mirë, po jo? Kaq pak e arritë, okay?